Në kuadër të 10 tetorit, ditës botërore të shëndetit mendor, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Korç organizoi një aktivitet sensibilizues që kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e kujdesit ndaj shëndetit mendor. Mesazhi kryesor i kësaj dite është që njerëzit të flasin hapur për problemet e tyre dhe të kërkojnë ndihmë tek profesionistët. Qëllimi i këtij aktiviteti është ndërgjegjësimi për ditën botërore të shëndetit mendor. Ju e dini që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm dhe nuk është vetëm një ditë që duhet flasim për të, por kemi për qëllim dhe bashkëpunimin ndërinstitucional lidhur dhe me shërbimet e tjera që ofrojnë ose që mbështesin njëri tjetrin në këtë ditë. Është shumë e rëndësishme që ne të tregojmë që punojmë, të njihemi me profesionistët dhe me çfarë shërbimesh ofrojmë kryesisht. Në aktivitet morën pjesë të rinj nga gjimnazet e ndryshme të qytetit, të cilët u njohën më nga afër me mënyrat e ruajtjes së ekuilibrit emocional dhe rëndësinë e kërkimit të ndihmës profesionale. Të rinjt sidomos janë të preokupuar që të jenë gjithmonë shumë mirë nga ana mendore, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë, sepse është shumë okej që të kesh çrregullime, shumë okej që të kesh probleme, por ajo që duhet të bëjmë është të kujdesemi për shëndetin tonë mendor dhe gjithmonë të kërkojmë ndihmë. Dita botërore e shëndetit mendor synon të krijojë një komunitet që kupton, pranon dhe kontribon në ndërtimin e një shoqërie me mirëqenie psikologjike dhe emocionale.